Protesta e thirrur nga opozita e cila nisi në orën 17 përpara godinës së kryeministrisë u shoqërua nga hedhja e molotovëve dhe fishek zjarreve në drejtim të godinës së qeverisë. Për të penguar hedhjen e më shumë molotovëve dhe për të evituar plagosjen e efektivëve apo protestuesve, policia hodhi gaz lotësjellës dhe ujë për të shpërndarë turmën e qytetarëve protestues. Kjo e fundit u orientua drejt godinës së parlamentit, aty ku protestuesit hodhën gur dhe sende të forta në drejtim të policisë. Policia përdori gazin lotësjellës dhe autobotin e ujit në disa episode me qëllim shpërndarjen e protestuesve. Policia e shtetit bëri të ditur se disa efektiv blu mbetën të plagosur si nga hedhja e molotovëve, ashtu edhe nga sendet e forta, ndërsa të plagosur mbetën edhe disa protestues, mes të cilëve edhe ky i ri, i cili u transportuar drejt spitalit të traumës. Të plagosurit morën shërbim shëndetësor edhe në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Policia e shtetit shoqëroi dhjetra protestues, ndërsa në oborrin e kryeministrisë dhe parlamentit u morën të gjitha provat materiale për të evidentuar protestuesit e dhunshëm dhe për të vijuar më tej me veprimet proceduriale.